Një ngjarje makabre ka tronditur opinionin publik në Rom, ku një mace e pastre, e quajtur Rossi, ka rënë preje një dhune të paprecedent seksuale. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në parkun Tor Treteste, gjatë natës mes të dielës 22 mars dhe të hënës 23 mars. Alarmi u dha nga një banore e zonës, e cila gjeti kafshën e lënduar rënd dhe njoftoi menjëherë shoqatat e mbrojtjes së kafshëve. Për shkak të vonesave në ndihmën e shpejtë, gruaja e dërgoi vetë macen në një klinikë veterinare. Mjekët mbetën të tmerruar nga ajo që pan. Pas ekzaminimeve, u konstatuan lëndime të tmerrshme në pjesët intime, shenja të padiskutueshme të një dhunimi seksual. Gjendja shëndetësore e maces së Rossi mbetet kritike, dhe ajo po lufton për jetën nën kujdesin e vazhdueshëm të mjekëve. Emanuela Bignami, presidente e Lidhjes Kombëtare për Mbrojtjen e Qenve, LNDC në Ostia, ka lëshuar një thirrje të fortë për çdo që mund të ketë informacione. Heshtja nuk e ndihmon këtë mace që pësoi mizori të papërshkrueshme, dhe nuk ju mbron as juve, sepse ky person është i rrezikshëm dhe ndodhet i lirë vërdall. Nëse keni parë diçka apo keni dyshime, na kontaktoni ose shkoni në polici. Lidhur me këtë rast, është dorëzuar tashmë një padi në prokurori, e mbështetur edhe nga këshilltar të Bashkisë së Romës. Autoritetet kanë nisur hetimet zyrtare dhe po kqyren me imtësi kamerat e sigurisë në zonën e parkut, me shpresë për të identifikuar autorin e këtij akti monstruoz. Mbrojtësit e kafshëve theksojnë se një individ i aftë për të kryer një mizori të tillë ndaj një qenieje të pambrojtur përbën një rrezik serioz për të gjithë shoqërinë.